تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Me lejen e Allahut vazhdojmë me leximin e librit Bazat e Imanit të autorit Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne dhe të gjithë dietarët tan. Allahu na falt ne, na I falt prindrit tan dhe mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi nga fundi I temave të librit dhe kryesisht këto tema kanë të bëjnë me nxitjen për kapje pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tema e radhës është, që ka thënë autori rahimahullah, tahrimul mujadalati fi kitabillah. Do thotë ndalimi I polemizimit me librin e Allahut. Do të thonë ndalimi I polemizimit me librin e Allahut ose do të thonë për të bërë polemik mes ajeteve të librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka sjell hadithin transmetuar nga Amr ibn Shuaib, I cili transmeton nga babai I tij dhe ai nga gjyshi I tij, radhiyallahu anhu, thot se ai e ka dëgjuar, pra Amr ibn Shuaib quhet, pra ky Amr I biri I Shuaibit. Dhe babai I tij është Shuaib ibn Abdullah, I biri Abdullahit. Gjyshi pra është Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma. Do thonë një prej dietarëve të sahabeve dhe transmetuesve, një prej transmetuesve më të mëdhenj të hadithit, Abdullah ibn Amr, radhiyallahu anhuma. Pra transmeton se ai ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose thotë سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar disa njerëz, një grup njerëzish, duke u grindur me Kur'an. Domethënë duke refuzuar njëri tjetrin me Kur'an. Dhe u ka thonë, innama halaka man kana qablakum bihadha. Domethënë, kjo është ajo që I ka shkatruar popujt para jush. Darabu kitab Allahi ba'dahu bi ba'd. Domethënë ata filluan ta përplasin librin e Allahut mes veti, me njëri tjetrin. Domethënë disa ajete nga libri I Allahut I përplasnin me disa të tjera. Wa innama nuzzila kitabullahi yusaddiqu ba'duhu ba'da. Kurse libri I Allahut është shpallur ose ka zbritur për ta vërtetuar secili ajet, domethënë për ta vërtetuar njëri tjetrin. Fela tukadhibu ba'dahu bi ba'd. Prandaj mos e përgënjeshtroni një pjesë të librit duke u bazuar në një pjesë tjetër, sepse domethënë secila pjesë e vërteton dhe e argumenton pjesën tjetër. Domethënë secila pjesë njëra tjetrën e argumentojnë dhe përforcojnë. Dhe u ka thënë, fema alimtum minhu faqulu. Atë që e dini, domethënë atë që e kuptoni, edhe e dini diturin për të, thojeni, wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi.
kurse atë që nuk e dini, atë lerjani ati që e di. Dhe është për qëllim Allahu subhanahu wa taala, do të thënë lereni në diturinë e Allahut, ose gjithashtu prej dietarëve që i dinë argumentet. Pra, ky hadith tregon për ndalimin e polemizimit me librin e Allahut ose me fenë e Allahut, në kuptimin që të refuzohet një pjesë duke u argumentuar me një pjesë tjetër. Atë që e bën njerëz të devijimit. Më thënë, refuzon edhe nuk pranon ndonjë ajet dhe për këtë, për të refuzuar një ajet, argumenton me ajet tjetër. Këta janë njerëz që duan ta bëjnë Kur'anin të përplasur mes veti ose kundërthanës mes veti. Dhe kjo nuk është e vërtetë, sepse Kur'ani ka ardhur nga Allahu i lartësuar dhe është i gjithi në kuptimin e njëjtë. Edhe çdo pjesë e Kur'anit e komenton pjesën tjetër. Edhe kemi folur për ajetin në këto mësimet të këtij libri, kemi folur për ajetin ku thot Allahu i lartësuar huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat. Do të thonë Allahu është ai që ta ka zbritur librin dhe në të ka ajete të qarta, të drejtë për drejta, wa ukharu mutashabihat, edhe disa të tjera që nuk janë direkt të qarta. Do të thonë ka disa ajete, do të flasim prapë për këtë ajet këtu në hadithin e mëvonshëm. Kemi folë që Kurani i gjithi është muhkem, do të thënë i gjithi është i qartë, edhe i shkoqitur në detaje. Dhe gjithashtu në kuptimin, pra në njërin kuptim, i gjithë Kurani është mutashabi. Dhe mutashabi do të thotë i ngjashëm me njëri tjetrin. Do të thënë ajetet i ngjajnë njëra tjetrës, dhe këto, do të thënë, këto janë të dyja cilësi të Kuranit, që është muhkem, do të thënë i shkoqitur dhe i sqaruar dhe i drejt për drejt, dhe është mutashabih me kuptimin se është i ngjashëm me njëri tjetrin, që e vërteton njëri ajetin tjetër. Por në kuptim tjetër, ajetet e Kuranit ndahen në ajete muhkeme edhe ajete mutashabih. Do të thënë ajet që është i qartë për secilin që e lexon, ose mund të jetë, do të thënë një njeri, e marrim një individ, kur e lexon një ajet, e kupton plotësisht domethënien e ajetit, edhe ajeti është i drejtë për drejtë, këtij thuhet muhkem. Kurse kur lexon ndonjë ajet, dikush prej njerëzve nuk i duket i qartë, do të thënë nuk i vjen kuptimi i qartë në radhë të parë. Prandaj ka nevojë që këto ajete t'i kthej për t'i kuptuar te ajetet që janë muhkeme. Dhe nuk lejohet asnjëherë që njeriu të refuzojë ndonjë ajet duke u bazuar në një ajet tjetër. Sepse Kurani i gjithi është i vërtetë, edhe është e vërteta që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk ka në të asnjë të pavërtetë ose asnjë gënjeshtër, si ka thënë Allahu i lartësuar, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Do të thënë nuk i vjen asnjëherë e pavërteta, e kota, nuk i afrohet Kuranit nga asnjëra anë, as nga fillimi, as nga fundi, as më përpara ose më vonë. Do të thënë nuk ka batil në Kuran, sepse është tanzilun min hakimin hamid. Është i zbritur nga i urti i lavdishmi, Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak Allahu i lartësuar na ka nxitur që të thellohemi në kuptimin e Kuranit. Pra, nxitja për ta studiuar dhe për të thelluar në kuptimin e tij është argument për vërtetësinë e tij. Pasi e keni pa njerëz që vendosin të pavërteta, u thon ata pasuesit që duan t'i përfitojnë, u thon atyre mos hynë shumë thellë, do të thonë mos mëso shumë, por vepro kështu si të urdhrojmë ne, kurse në Kur'an ka nxitje të shumt për kuptim të vërtetë të Kur'anit, për thellim në kuptimin e tij. Ka thënë Allahu, e fala yatadabbaruna al-Qur'an, do të thonë pse nuk meditojnë rreth Kur'anit, pse nuk thellohen në kuptimet e Kur'anit. Dhe thot walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira.
se po të kishte qenë Kurani nga tjetër kush jo nga Allahu, atëherë do të kishin gjetur në të kundërthënie dhe kundërshtime të shumta. Pra, padyshim se fjala e Allahut është pa gabime dhe fjala e Allahut nuk ka kundërthënie mes veti. Dhe kemi thonë në raste të shumta, e dini, do thotë, besoj që ka abrogim në ligje, kurse në ato që janë informime nuk ka kundërthënie asnjëherë. Domethënë ajo që është lajmërim për të fshehtën, për atë pjesë të fesë që ka të bëjë me besimet, aty nuk ka asnjëherë kundërshtim. Kurse për ligjet, Allahu vendos çka të dojë dhe anulon çka të dojë ai, subhanahu wa taala. Prandaj ka ajete që janë të abroguara. Edhe për këtë shkak është obligim që njeriu ta mësojë diturinë, edhe t'i di domethënë argumentet dhe t'i di radhitjen e argumenteve, ta di kuptimin e abrogimit, dhe kjo patjetër se është më rëndësi për ndryshe njeriu nëse nuk e di cili ajet është abrogues dhe cili është i abroguar, atëherë ka mundësi që të bjerë në mohim të ndonjë pjesë të librit të Allahut subhanahu wa taala. Pra ka thënë Allahu se Kurani është i zbritur nga Allahu, huwa alladhi anzala alayka alkitab, do të thënë Allahu është ai që ta ka zbritur librin, minhu ayatun muhkamat, do të thënë aty ka argumente të qarta, wa ukharu mutashabihat, edhe disa të tjera nuk janë krejtësisht të qarta. Do të thënë nuk është çdo gjë, siç i themi në gjuhën tonë, nuk është çdo gjë në Kur'an e sqaruar si për klasë të parë. Do të thënë ka rregulla, parime, ka çështje themelore që janë të sqaruara në detaje. Edhe ka të tjera që janë dhënë të përgjithshme, ose që janë dhënë, do të thënë, me kuptim gjithëpërfshirës e kështu me radhë. Do të thënë secili argument duhet të komentohet sipas argumenteve të tjera. Ajo që është e përgjithshme komentohet sipas asaj që është e detajuar. Edhe ajo që është e pakufizuar komentohet sipas asaj që është e kufizuar në vend tjetër. Ajo që është e abroguar komentohet me atë që është abroguese. Do të thënë, prandaj këto është obligim që njeriu t'i di. Do të thënë, t'i dinë një grup prej njerëzve e kanë obligim ta mësojnë këtë dituri edhe u shpjegojnë njerëzve. Por në përgjithësi muslimant, në përgjithësi duhet të kapen për bazat e fesë, edhe t'i dinë argumentet bazë, edhe argumentet që janë muhkemat, dhe me to i përgjigjen secilit që vjen të sjellë ndonjë dyshim. Por ata që kanë devime në zemër, ata kërkojnë argumente jo krejtësisht qarta, ose argumente që nuk janë qarta për një grup të njerëzve, që nuk i kanë mësu, edhe i sjellin ato për të futur huti edhe për të futur dyshime, edhe u thonë, pra si që kanë bërë, kjo është e vjetër, kanë filluar që në kohën e sahabeve, kanë filluar disa njerëz, do të thënë jo prej sahabeve, po kanë filluar disa njerëz, kanë thonë, çka do thotë kjo, wal mursalati urfa, për shembull, çka do thotë wal dhariyati dharwa, çka do thotë kjo, do thotë për të futur dyshim te njerëzit. Prandaj i ka marrë Omeri radhiyallahu anhu, i ka edukuar, i ka disiplinuar, dhe kjo këshill dhe ky edukim u ka bërë dobi edhe pas vdekjes së Omerit radhiyallahu anhu wa ardhah. Kurse njerëz të këtill kanë vazhduar, edhe ata për ta ka tregu Allahu subhanahu wa taala, do të thënë ata që kanë në zemër devijim, ata të cilët kanë në zemër smundje, ose ata të cilët kanë në zemër anim ka hekota. Ata kërkojnë, i zgjedhin ajetet që nuk janë krejtësisht qarta, edhe i hedhin të njerëz që nuk kanë dituri. Do të thënë i hedhin të ata njerëz që nuk dinë si të përgjigjen. Prandaj këshilla e dietarëve është që njeriu të kapet për argumentet e drejtë për drejta. Do të thënë si për shembull,
në temën e tauhidit të adhurimit. Do të thonë ne e kemi ajete të qarta ku ka thënë Allahu wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Do të thonë adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni në adhurim asgjë. Dhe ka thënë Allahu gjithashtu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë. Do të thonë njeriu ekziston vetëm që ta adhurojë Allahun një, pa i shoqëruar në adhurim asgjë. Edhe kjo është e qartë për secilin njeri. Tani vjen dikush prej njerëzve të devijimit edhe sjell ajete që nuk janë, ndoshta mund mos jenë fare në atë temë, ose janë ajete që nuk janë qarta për shumicën e njerëzve dhe mundohet të fuzë dyshime njerëzve për çështjen e tauhidit. Prandaj njeriu i mençur kapet për këto baza që janë të qarta. Edhe i thot unë kuptimin e këtij ajeti nuk e di, që e sjell ti, mirëpo unë e di se qartazi Allahu na ka urdhëruar që mos adhurojmë askënd përveç atij. Dhe unë e di se nuk ka kundërshtim mes fjalëve të Allahut. Edhe ky ajet, të cilin tani, domethënë nuk ja di tefsirin, por jam i bindur se është njësoj si kuptimi i qartë, ku Allahu na ka ndaluar të adhurojmë këto qoftë tjetër përveç atij subhanahu wa taala. Për këtë, domethënë me këtë mënyrë, pra njeriu e ka të lehtë për secilën temë kur flasim, do thotë është kështu. Njerëz e udhëzimit kapen për ato që janë të qarta. Njerëz e devijimit sjellin argumente të paqarta. Dhe ata që kanë, domethënë, qëllim pështjellimin edhe hutimin e njerëzve, domethënë u fusin dyshime me forma të këtilla. Për këtë shkak, njeriu, domethënë, duhet besimtari që kujdeset për fenë e tij, duhet të angazhohet me dituri, me mësimin e diturisë. Edhe nuk lejohet që të flase në fenë e Allahut pa pasur dituri. Pasi ata që flasin me devijim, do thënë ata që sjellin dyshime dhe huti dhe i përdorin argumentet e paqarta, edhe një herë, do të thënë, kur themi argumentet të paqarta, do thotë që janë të paqarta për shumë njerëz ose për ndonjë grup të njerëzve, jo se janë argumente që nuk kuptohen. Do të thënë secili argument nga libri i Allahut është i qartë dhe i sqaruar. Mirpo disa e dinë dhe disa nuk e dinë. Ata që flasin me devijim dhe me dyshim, thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, ka dy grupe, njerëz që kanë qëllim të keq, do të thonë që kanë zemër devijim dhe duan t'i hutojnë njerëzit, edhe për ta çështja është e qartë. Si është në hadithin që do ta lexojmë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah. Do të thonë kur ti shihni ata që angazhohen me argumente jo të drejtë për drejta ose jo të qarta, ta dini se ata janë që i ka emërtuar Allahu. Dhe Allahu i ka emërtuar se kanë në zemër devijim. Pra ata janë njerëz të devijimit, fahdharuhum, pra ruhuni prej tyre, largohuni prej tyre dhe ruani veten prej tyre. Mirë po ka një grup tjetër që ndoshta nuk e kanë synim devijimin dhe hutimin, por kanë ignorancë. Edhe flasin, i komentojnë fjalët e Allahut pa pasur dituri dhe pa e ditur se cili është qëllimi për cilin kanë zbritur këto ajete. Dhe gjithashtu edhe ky lloj njerëzve, do thënë janë njerëz të devijuar. Dhe pra devijimi mund të jetë ose për shkak të qëllimit të keq, ose për shkak të ignorancës. Si ka përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Fatiha. Do të thënë ata që janë maghdub alejhim, do të thënë ata të cilët e kanë tërhequr zemrimin e Allahut kundër tyre, janë ata që e kanë ditur të vërtetën, mirëpo kanë pasur synim që ta shtrembrojnë të vërtetën. Dhe dalin të devijuar, të humbur, janë ata të cilët nuk kanë pasur dituri për të vërtetën dhe kanë folur në fenë e Allahut pa pasur dituri. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala fil Qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pra kush flet
për Kuranin, kush flet, domethënë në lidhje me Kuranin, diçka pa dituri, le të përgatitet për ulsen e tij në xhehenem. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala fi kitabillahi azza wa jall faqad akhta'a walau asab. Pra kush flet për librin e Allahut të lartësuar pa dituri, domethënë pa pasur bazë për atë që e flet, ai ka gabuar edhe nëse e qëllon. Domethënë edhe nëse ndonjëherë njeriu flet, ka mundësi edhe e qëllon të vërtetën, por rruga e tij është gabim. Edhe ka mëkat që ka folur pa dituri dhe ka përgjegjësi dhe është në rrugën e devijimit, edhe nëse e ka qëllu të vërtetën, që është e kundërta me atë që flet me dituri të pastër dhe me synim të pastër, me dituri të plot, domethënë, ose me dituri të thellë dhe me qëllim të pastër. Ka thonë për njerëz të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mundohet dietari ta qëlloj, domethënë të vërtetën, nëse e qëllon ka dy shpërblime dhe nëse gabon ka një shpërblim. Do thotë gabimi ndodh te secili njeri. Edhe te dietarët më të mëdhenj ka mundësi që të gabojnë. Mirpo gabimi i tyre është i zhytur në të mirat e shumta. Edhe është i mbuluar nga të mirat e shumta. Gabimi refuzohet, por nderi i ruhet dhe shpërblehet për metodën e saktë dhe qëllimin e saktë. Dhe domethënë prandaj ai është në rrugën e udhëzimit edhe pse ka gabuar dikun. Kurse ai që flet pa dituri është në rrugën e devijimit, edhe nëse e qëllon. Prandaj nuk shpërblehet për atë që ka qëlluar, por dënohet për rrugën e gabuar. Kurse dietari shpërblehet për rrugën e saktë dhe gabimi i falet. Domethënë nëse e qëllon ka dy shpërblime, nëse gabon ka një shpërblim. Tjetër do thotë të shohim se njerëzit në lidhje me ajetet e Allahut dhe në lidhje me librin e Allahut të lartësuar janë dy lloje. Janë një që janë përmendur në këtë ajet. Pra ka thënë Allahu te ajeti që e filluam, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutashabihat. Dhët Allahu është ai që ta ka zbritur librin dhe prej tij ka ajete që janë muhkem dhe ajete që janë mutashabih. Dhe pastaj ka përmendur se ka dy lloje të njerëzve. Amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Do të ata që kanë devijim në zemër. Domethënë kemi njerëz të devijuar që flasin me ajete jo të qarta, duke kërkuar fitne. Domethënë kërkojnë që ti devijojnë njerëzit dhe t'i hutojnë. Kurse ka një grup tjetër, warrasikhuna fil ilmi yaqulun, thot Allahu, kurse ata që janë të thelluar në dituri, thonë kullum min indi rabbina. Domethënë thonë të gjitha këto janë nga Zoti ynë. Atë që e thash në fillim, pra ne themi edhe ky ajet është nga Zoti ynë subhanahu wa taala. Por unë nuk e di tefsirin dhe komentimin e saktë, mirë po e di atë që është e qartë. Dhe pasi janë të dyja nga Zoti im, nuk ka mundësi që të ketë kundërshtim në fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Thonë kullu min indi rabbina, dhe të gjitha janë nga Zoti ynë, edhe ato që janë muhkem, edhe ato që janë mutashabih. Prandaj nuk marrin njerëz të udhëzimit, nuk marrin një pjesë ose një anë të librit, edhe ta hedhin poshtë pjesën tjetër, por e marrin të gjithë librin komplet dhe e besojnë secilën imësi që gjendet në ta. Dhe në këtë hadith, do të them për cilën po flasim, hadithi i temës, i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa disa njerëz të cilët ka thënë yatadaraun fil Quran. Yatadaraun arabisht do të thonë siç është kuptimi i fjalës yatadafaun. Do të thonë duke refuzuar njëri tjetrin. Pra ai thot, ka thënë Allahu kështu, kurse tjetri thot, jo, nuk është ajo e saktë sepse ka thënë Allahu kështu.
Do thotë sikur ka kundërshtim mes fjalëve të Allahut. Edhe kjo është e ndaluar. Pra duhet patjetër besimtari ta pranoj librin e Allahut komplet dhe jo të refuzoj në një pjesë. Kjo është përndryshe rruga e bidatit është e këtillë, që e refuzojnë një pjesë të ajeteve, edhe kemi përmendur më herët se ka disa prej kokave të Mu'tazilive që kanë thënë sikur të kisha pas mundësi, do ta kisha fshirë këtë ajet nga mushafi. Domethënë nuk ka asnjë mënyrë që tua pështjelloj njerëzve ata ajet, prandaj thotë do të kisha dashur ta fshi nga mushafi këtë ajet. Dhe këtë nuk e bën njerëzit e udhëzimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Innama halaka man kana qablakum bihadha." Do të thonë, popujt para jush janë shkatruar për shkak të kësaj. Pra pse kanë dalë popujt, pse kanë devijuar popujt tjerë? Secilit pejgamber Allahu ja ka dërguar udhëzimin e qartë. Edhe secili pejgamber I ka thirrur njerëzit në rrugën e drejtë. Por pastaj më vonë ai popull ka dalë në fe tjetër. Si ka dalë? Duke shpikur bidate. Do të thonë duke nxjerrë një bidat, edhe duke mos e kundërshtuar të tjerë atë bidat, pastaj del edhe një bidat tjetër, edhe një devijim më I madh, saqë kanë dalë në fe krejtësisht tjetër. Prandaj e kuptojmë se sa është e rëndësishme të flitet kundër devijimit, edhe të paralajmërohet kundër njerëzve të devijimit. Pasi populli I Musait alayhi salatu wassalam, në kohën e Musait alayhi salatu wassalam kanë qenë në fenë drejt. Edhe ndoshta edhe pastaj çdo herë ka ardhur ndonjë pejgamber, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë kur ka vdekur një pejgamber e ka zëvendësuar një tjetër të Benu Israil. Dhe çdo herë pejgambert I kanë qortuar ata që kanë sjell devijime. Por në përgjithësi populli ka thënë Allahu I lartësuar që janë mallkuar mosbesimtarët nga Benu Israil përmes gjuhës Davudit dhe Isait birit Merjemes, për shkak se kanë kundërshtuar dhe I kanë tejkaluar kufit, dhe ata nuk e kanë ndaluar njëri tjetrin nga e keqja që e kanë bërë. Më thënë, nuk e kanë ndaluar njëri tjetrin nga e keqja, nuk kanë folur kur dikush ka fshi një ajet nga Teurati, ka shkruar diçka tjetër, e kanë ndryshuar fjalën, ose I kanë ndryshuar ligjet, kanë sjell libër tjetër që e përmirëson Teuratin. Domethënë edhe nëse në Teurat kamata është ndaluar, ata kanë sjell tjetër libër që I thonë Talmud, ku thonë se kamata është ndaluar vetëm mes Benu Israilve, kurse kur bëhet me dikant tjetër është e lejuar, e kështu I kanë ndryshuar ligjet e Allahut dhe kanë heshtur të tjerët që I kanë ditur të vërtetën. Dhe për këtë shkak ata kanë dalë në fe tjetër. Edhe populli Isait alayhi salatu wassalam që e kanë ndjekur të dërguarin e Allahut, Isain alayhi salatu wassalam, domethënë kanë qenë në rrugën e drejtë. Mirë po kur kanë ardhur njerëz dhe kanë vazhdu ta lëvdojnë dhe ta ngrejnë Isain a.s. me lëvdata që nuk I takojnë njerijut, e kanë ngritur në pozitën e Zotit dhe kanë thënë biri Zotit. Dhe prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni kama atratin an-nasara Isa ibn Maryam. Do të thënë mos e teproni me lëvdata për mua, siç e kanë tepruar me lëvdata të krishterët për Isain birin e Merjemes. Por thoni robi Allahut dhe I dërguar I Tij. Kjo është e vërteta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse kur I dëgjojmë njerëzit që thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e di ghaibin, se u përgjigjet lutjeve, se kërkohet prej tij ndërmjetësimi, atëherë do thotë besimtari e ka obligim që ta kundërshtojë këtë devijim. Përndryshe nëse kishin heshtur të gjithë muslimanët, sot do të kishte qenë kjo fe do të kishte qenë njësoj si krishterizmi. Edhe prandaj shohim të disa sekte nuk mund ta dallosh nga krishterimi ose nga feja e çifutëve, ose në disa vende nuk dallohen ata që I thonë vetes musliman, nuk dallohen nga budistët ose hindusët. Madje në disa vende, siç kanë përmendur dietar, në Indi, do të thënë te rruga e njëjtë, nga njëra anë e rrugës ka pasur një
idhull të budistëve ose hinduzve, nga ana tjetër një tyrbe ose teqe atyre që thonë se janë musliman. Dhe shirku që është bërë të ajo teqeja ka qenë shumë herë më shumë se sa ajo që kanë bërë të idhulli i hinduzve. Sa që thot ai nëse s'gaboj Shekh Rabia, që ka përmendur këtë histori, i kanë thonë hindust, ku është dallimi? Shikoj, domethënë këto dy vendet adhurimit, do thotë, nuk ka asnjë dallim, vetëm dallojnë personat. Prandaj do thotë ata që i kanë thonë, domethënë krishterët e adhurojnë Isajin alayhis salam. Edhe këta që i thonë vetes musliman e adhurojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose adhurojnë Aliun radhiyallahu anhu, ose dikën tjetër. Ata thonë këta njerëz janë shenjtor që ndërmjetësojnë për ne te Zoti. Këta thonë këta janë evlia që ndërmjetësojnë për ne te Allahu. Domethënë nuk ka dallim në parimet, por vetëm në emërtime. Prandaj kjo rrugë e tyre është bë fe tjetër, nuk është feja që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, domethënë ata që kanë qëllim të devijojnë njerëzit dhe flasin me argumente jo të qarta, ose ata që flasin për fenë e Allahut pa dituri, domethënë e sjellin në këtë gjendje, e sjellin në këtë shkallë, domethënë gjendjen e umetit. Kurse ata që kanë dituri e kanë obligim të ndalojnë të keqen, të sqarojnë gabimin dhe të urdhrojnë për të mira, ndalojnë nga e keqja, dhe duke paralajmëruar nga njerëz që sjellin devijim. Dhe ka thonë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa innama nuzzila kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'da. Domethënë libri i Allahut është zbritur duke, domethënë që ta vërtetoj njëra pjesën tjetër, pra vërtetohet me zveti dhe nuk kundërshtohet ose nuk është në kundërthënie. Po ashtu edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që e vërteton dhe e sqaron, e detajizon atë që është e përgjithshme në librin e Allahut, siç është urdhri për faljen e namazit, wa aqimus salata wa atuz zakah, do të thënë faleni namazin, jepeni zakatin. Këta e gjejmë në vendet shumëta në librin e Allahut. Mirpo, askund nuk gjejmë sqarim të detajuar për kohët e namazit, për kushtet e namazit, megjithse argumentet gjenden në librin e Allahut, por e detajuar dhe sqaruar në një vend është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa herë me fjalë, disa herë me veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sqaruar në detaje edhe kohët e namazit dhe numri i rekateve të secilit namaz dhe kushtet që duhet plotësohen, cilat janë shtyllat namazit, cilat janë obligime brenda namazit, si përmirësohet gabimi e kështu me radhë, të gjitha ato janë të sqaruara në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe përmendin dietarët për kohët e namazit, gjithashtu në Kur'an janë përmendur dikun kohët e namazit në përgjithësi. Domethënë është dhënë orientim ku janë kohët e namazit, dikun janë përmendur pak më shumë detaje, për shembull si te ajeti aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil lejli wa Qur'an al-fajr, domethënë fale namazin pas animit të diellit, do thotë pasi e kalon zenitin, ku hyn koha e drekës dhe ikindis, ila ghasaqil lejl deri në errësimin e natës, domethënë që fillon nga perëndimi i diellit deri në humbjen e dritës, që hynë në të koha e akşamit dhe koha e yatsis, wa Qur'an al-fajr, edhe gjithashtu lexo Kur'an në namazin e sabahut, në namazin e agimit. Gjithashtu në ajet tjetër janë përmendur edhe më shumë detaje për kohët e namazit. Ka thënë Allahu, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Pra i lartësuar është Allahu në kur ju ngrys mbrëmja edhe kur gdhiheni në mëngjes. Walahu alhamdu fis samawati wal ard, edhe atij takon lavdia në qiell dhe në tokë, wa ashiyan, edhe në
Ashia do thot arabisht koha para perëndimit diellit, që është koha e qindis, wa hina tudhhirun, edhe në kohën e drekës. Domethënë këtu janë përmendur 4 një nga një nëse numrohen, domethënë mëngjesi, mbrëmja, dhe në mbrëmjen hyn aksami dhe jacia, dhe pastaj është përmendur gjithashtu ikindia dhe dreka. Por të gjitha këto në detaje i ka sqaruar suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu shpallje nga Allahu dhe nuk ka kundërthënie mes ajeteve të Kuranit dhe nuk ka kundërthënie mes ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi të gjitha janë shpallje nga Allahu i lartësuar dhe i madhërisëm. Pastaj në temën tjetër që lidhet me këtë që tham deri tani për rëndësinë e kuptimit sakt të argumenteve, thot autori rahimahullah, bab at-tahrid ala talab al-ilmi wa kayfiyat at-talab. Domethënë nxitje për kërkimin e diturisë, për nxënien e diturisë dhe mënyra e mësimit. Thot wa fihi hadithu sahihain fi fitnati al-qabr. Domethënë në këtë temë është argument hadithi që transmetohet në 2 sahihet, që flet për sprovën e varrit. Edhe aty thuhet, pra thot autori Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, në këtë hadith që besoj për shumicën e prej jush gjithashtu është hadithi i njohur, që flet për nga momenti kur i afrohet vdekja njeriut dhe si vin me lajket e marrin dhe pastaj si kalon nga kjo botë në botën tjetër dhe kthehet në varr. Dhe në varr pyetet. Domethënë kjo është sprova ose provimi ose testi i varrit. Dhe atëherë dallohen 2 lloje të njerëzve. Pra ata që do të shpërblehen në varr dhe ata që do të dënohen. Dhe ata që shpërblehen, thot në këtë hadith, pra shkurton autori rahimahullah, thot se ai që shpërblehet në varr do të thot ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa ajabna wattaba'na. Domethënë thon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na ka sjell argumente dhe udhëzim, argumente të qarta dhe udhëzim, dhe ne i besuam, ju përgjigjëm dhe e ndoqëm. Domethënë këta njerëz janë që i kanë mësuar argumentet që i ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse ai që do të dënohet në varr do të përgjigjet sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Domethënë i kam dëgjuar njerëzit duke thënë diçka dhe kam thënë edhe unë. Prandaj nga kjo shikoni do thotë si nxjerrin dietarët kuptime. Domethënë ky ajet e tregon rëndësinë e mësimit të fesë. Sepse në varr do të pyetet njeriu kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose kush është ky njeri që është dërguar tek ju, ose kush është pejgamberi yt. Domethënë kështu pyetet, dhe ai i cili ka qenë në udhëzim dhe është i shpëtuar dhe i shpërblyer në varr, do të thotë ai është Muhamedi, i dërguari i Allahut, të cilit ne i kemi besuar, se ai na ka sjell argument, domethënë ka ardhur me argumente dhe me udhëzim. Edhe ne e kemi pasuar, e kemi ndjekur dhe i kemi besuar. Do thotë kjo tregon se ai njeri ka pasur dituri. Domethënë i ka ditur argumentet, edhe ka ditur se çka ndjek prej argumenteve. Kurse mosbesimtari dhe munafiku, si do të thonë, si është përgjigjja atyre, nuk e di. Nuk e di. Edhe çka thot, i kam dëgjuar njerëzit duke thënë diçka, kam thënë edhe unë. Domethënë kjo është pasimi i verbër ose ndjekja verbazi, qorrazi. Domethënë se për fe nuk bën dobi imitimi i verbër. Nuk bën dobi fanatizmi pa argument, do thot. Nuk bën dobi në fe. Nuk është ai njeri i udhëzuar që nuk i njeh argumentet dhe nuk e njeh rrugën. Prandaj secili musliman e ka obligim ta mësoj atë që është bazë e fesë. Secili musliman e ka obligim ta mësoj tauhidin, ta di, domethënë se
Zoti, Allahu subhanahu wa taala është Zoti I vetëm, nuk ka Zot përveç Tij, ai është krijuesi I vetëm dhe nuk ka krijues përveç Tij, nuk ka sundues përveç Tij. Ta di se Allahu ka emra dhe cilësi që tregojnë përsosmëri në secilin aspekt dhe nuk është I ngjashëm me askënd, nuk ka mangësi në cilësitë e Tij, askush nuk I ngjet atij, askush nuk është I krahasueshëm me të subhanahu wa taala. Dhe ta di se askush nuk meriton të adhurohet përveç atij subhanahu wa taala dhe se I gjithë adhurimi duhet t'i drejtohet vetëm atij dhe ta di se e gjithë jeta e njeriut është që ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala dhe mos I shoqëroj në adhurim asgjë. Edhe ta njoh fen islame, t'i di shtyllat e islamit, do të thënë ta di kuptimin e shahadetit, edhe çka kërkohet nga shahadeti, se do të thënë dëshmia që nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I Allahut, edhe ta di si falet namazi, cilat janë kushtet, si duhet të jetë namazi valid dhe cilat janë normat e namazit, për shembull kur është I smur ose kur është në udhtim ose do thotë këto që janë obligimet përditshme. Ti di çështjet e zakatit, agjerimit, haxhit, kur ti mundsohet që të shkojnë haxh ose umre se kështu me radhë. Po ashtu ti di edhe shtyllat e imanit, besimin në Allahun, siç e përmendëm, besimin në melajket, në librat, në pejgambert, besimin në ditën e gjykimit, edhe gjithashtu besimin në qadar, në paracaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë obligim që duhet t'i di secili musliman. Edhe nuk ka justifikim dikush që mos I di këto çështje. Pastaj ka çështje tjera, disa prej imcive të fikut, do të thënë për tregtin, për martesën, ndarjen, trashëgimin e kështu me radhë. Ato janë çështje që nuk mund t'i di secili person, por patjetër duhet të ketë nga secila shoqëri e muslimanëve njerëz që I mësojnë detajet e diturisë dhe e udhëzojnë popullin, domethënë me atë dituri. Përndryshe nëse nuk ka asnjë që I mëson këto, atëherë të gjithë e kanë mëkatin dhe kanë përgjegjësi. Pra, ky hadithi për sprovën në varr është argument se praktikimi I fesë vetëm me imitim të verbër dhe fanatizëm ndaj paraardhësve, baballarëve kështu me radhë, do të thënë nuk është e dobishme, as në dunja, as në ahiret, para Allahut, do të thënë nuk sjell dobi. Kurse njohja argumenteve edhe që njeriu ta di pse e bën këtë vepër ose pse e ka këtë besim dhe pse refuzon besimin tjetër, do të thënë kjo është ajo që I kërkohet besimtarit dhe me këtë rrugë, pra kur e ka këtë dituri dhe punon sipas asaj diturie, atëherë kjo është rruga e shpëtimit. Përndryshe, rrugët tjera, lënia pasdore e diturisë ose marrja e diturisë dhe mos veprimi me të, ato janë rrugë të shkatrimit. Prandaj në hadithin e radhës thot autori rahimahullah, wa fihima, do të thënë edhe gjithashtu në dy sahihet transmetohet an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, do të thënë transmetohet në dy sahihet nga Muawiyah radhiyallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Do të thënë kujt ja do Allahu të mirën ose ka do Allahu që t'i bëj mirë, ja mundson të ta kuptoj fen. Do të thënë kuptimi I fesë, ndjekja e argumentit edhe njohja e çështjeve të fesë është shenjë se Allahu ka dashur të t'japë mirësi, edhe të ka dhënë dhunti. Edhe Allahu do që të t'japet mira në dunja dhe në ahiret. Do të thënë kujt do Allahu që t'ja japet xhenetin. Do të thënë ja mundson që ta kuptoj fen. Edhe fjala fiqh do thot kuptimi I thellë, njohje e vërtet e argumenteve dhe thellim në kuptimin e kësaj feje të madhrishme. Edhe siç tham, do të thënë ka prej diturive të fesë që janë obligim për secilin individ, edhe ka dituri që nuk janë obligim për secilin, por është obligim përgjithësi që t'i dinë muslimanët që kur të kenë nevojë, të kenë ku të kthehen.
dhe ta marrin përgjigjen për atë që u paraqitet, atyre në rrugtimin e tyre. Pastaj thot wa fihima an Abi Musa radhiyallahu anhu qal, gjithashtu në dy sahih transmetohet nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu se ka thënë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm kamathali al-ghayth al-kathir. Do të shembulli i udhëzimit dhe diturisë me të cilën ka dërguar Allahu është si shembulli i shiut të madh, shiut të bollshëm. Asaba ardan, do të thënë ky shi ka ra në një tokë. Dhe tani toka ka lloje të ndryshme të tokave, do thotë në këtë tokë ka pjesë të ndryshme. Fa kanat minha ta'ifatun tayyiba qabilat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir. Një pjesë e kësaj toke ku ka rënë shiu ka qenë tokë e këndshme, e mirë, që e ka thithur ujin dhe ka vënë shumë fryte dhe kullosa. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. Edhe një pjesë tjetër ka qenë tokë që e ka mbledhur ujin dhe prej atij uji Allahu ka sjellë shumë dobi që kanë ardhur njerëzit që kanë pirë, i kanë dhënë bagtis të pinë dhe kanë ujitur tokat e tyre. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Edhe një pjesë e shiut ka rënë në një tokë që është e padobishme, do të thonë pa pjellore, që as nuk e ka mbajtur ujin, as nuk ka dhënë fryte. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. Kështu është shembulli i atij që e ka mësuar fenë e Allahut, e ka kuptuar fenë e Allahut dhe ka punuar me atë dituri. Kështu që ai ka ditur dhe i ka mësuar të tjerët. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah. Edhe shembulli, do të thonë kështu është shembulli i atij tjetrit që nuk i ka bërë asnjë dobi dituria dhe nuk e ka pranuar udhëzimin që ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thënë hudallah alladhi ursiltu bihi, nuk e ka pranuar udhëzimin e Allahut me të cilin Allahu më ka dërguar mua. Ky është një shembull shumë i qartë prej shembujve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për thellimin e kuptimit, pasi në librin e Allahut gjithashtu ka shembuj, ka thënë Allahu wa yadribu Allahu al-amthal, pra Allahu sjell shembuj që përmes shembujve njeriu ta kuptoj atë që duhet të kuptohet. Dhe këtu ka dhënë shembull për diturinë, si shiu që bie nga qielli, edhe shiu sjell dobi të shumta, do të thënë sjell bereqet edhe freski dhe pastrim dhe dobi, pastaj frytet shumta. Mirë po, varet toka në të cilën bie ky shi, do të thënë se sa përfiton prej tij. Do të thënë ka tokë që është e butë, e mirë, edhe që e thith ujin dhe e mban ujin brenda, që pastaj njerëzit mund ta nxjerrin atë ujë, por edhe vetë ajo toka nxjerr fryte prej atij uji, nxjerr ushqime, nxjerr kullosa, prej cilave pastaj përfitojnë, do të thënë bagtit, edhe ato atëherë japin më shumë mish, edhe më shumë qumësht, edhe më shumë prodhim, dhe kështu që përfitimi prej tyre është i shumë fisht. Do të thënë që mund njerëzit ta marrin ujin, edhe mund të marrin fryte prej prodhimit të tokës, dhe mund të marrin fryte nga prodhime, do thotë të tjera që kanë marrë përfitime nga ajo tokë. Kështu është shembulli i dietarëve të thelluar në dituri, që e kanë mësuar diturinë përmendsh, edhe transmetojnë diturinë, do të thënë e bartin atë dituri ashtu si e kanë marrë.
por gjithashtu edhe japin komentime dhe shpjegime, ose japin, do thotë, ata përfundimin e diturisë, do thotë sqarimin për njerëzit dhe përgjigjet për paqartësitë që i kanë ose për problemet që i kanë, dhe kështu përfitojnë në fazat shumëta njerëzit prej diturisë tyre, ose marrin gjithashtu edhe shembull nga veprat e tyre dhe përfitojnë nga veprimtaria e tyre. Domethënë kështu është shembull si ajo toka e mirë. Dhe gjithashtu një tokë tjetër që nuk prodhon, domethënë nuk jep fryte, mirë po e mban ujin. Edhe ky është përfitim i madh gjithashtu, se kanë njerëzit nevojë që të marrin ujë, edhe po ashtu t'i japin ujë bagtive, pastaj edhe ta ujitin tokën tjetër, të ushqet edhe toka tjetër, edhe kështu që pra përfitimet janë të shumta. Edhe këto kanë thonë disa prej dietarëve është si puna e tyre që e mësojnë diturinë përmendsh, edhe ruajnë diturinë, e din Kuranin, u mësojnë njerëzve, domethënë leximin e Kuranit, edhe e transmetojnë kështu atë dituritë e gjeneratat tjera, edhe i mësojnë hadithet përmendsh, i bartin të tjerët, ose i mësojnë fjalët e dietarëve dhe i transmetojnë ashtu si kanë dëgjuar. Thotë që gjithashtu është dobia prej tyre është e madhe. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nxitja është për secilin njeri. Domethënë bellighu anni walau aya. Pra transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet ose qoftë një fjalë. Pra një hadith që mëson njeriu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe transmeton ashtu si e ka dëgjuar, ose siç është në hadith tjetër, naddarallahu wajha rajulin ose wajha imri'in, domethënë Allahu ja ndriçoft fytyrën një njeriu që semi'a maqalati, që e dëgjon fjalën time dhe e kaplon, domethënë ban mend edhe e kupton mirë dhe e transmeton ashtu siç e ka dëgjuar. Domethënë për këta njerëz Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua, domethënë që Allahu t'u ndriçoj fytyrën dhe t'u zbukuroj fytyrën në dunjë dhe në ahiret, që e transmetojnë diturinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu si e ka thënë ai. Dhe ka thënë farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, sepse shpesh herë dikush bart një dituri te dikush që ka më shumë kuptim. Domethënë ka mundësi që të jetë bartës i diturisë, mirëpo ja transmeton dikujt që e kupton edhe më mirë atë dituri se ai që e ka bartur ose që ka sjell deri te ai diturinë. Pra këto dy lloj të njerëzve janë njerëz të dobishëm që kanë përfituar nga dituria. Dhe ka një lloj tjetër që janë si ajo toka që është e padobishme, domethënë tokë e papastër për shembull, tokë e ndotur, ose tokë pa asnjë dobi, si tokë ranore, do thotë që i bie shiu edhe as nuk mblidhet uji aty dikund që të përfitojnë njerëzit, por as vetë ajo tokë nuk përfiton dhe nuk jep asnjë rezultat. Domethënë kështu janë disa njerëz që u vjen dituria edhe u hyn njërin vesh, del tjetri nga tjetri, ose i mbyllin veshët dhe nuk e dëgjojnë diturinë, ose largohen nga dituria dhe udhëzimi dhe nuk përfitojnë për vete dhe nuk i bëjnë dobi asnjë njeriu tjetër. Ata janë prej llojit më të keq të njerëzve. Pastaj në hadithin e radhës ka thënë autori rahimahullah walahuma an Aisha radhiyallahu anha marfu'an, gjithashtu në dy sahihet transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha hadith marfu', domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Pra kur ti shihni ata që merren vetëm me argumentet jo krejtësisht qarta, atëherë dijeni se ata janë që i ka emërtuar Allahu dhe ruhuni prej tyre. Edhe ky hadith është përmendur më herët, domethënë ka të bëjë me ajetin, e ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet. Pra Allahu është ai që ta ka zbritur librin dhe në të ka argumentet qarta, ato janë baza e librit. Hunna ummul kitab. Domethënë baza që do thotë çdo argument tjetër duhet të kthehet ose të bazohet te baza, te themeli.
Por ata fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, do të thonë ata që kanë devijim në zemër, ata që janë të devijuar, i kërkojnë, i hulumtojnë këto ajete, jo të qarta, edhe me to fusin hutit e njerëzit, ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Do të thonë duke kërkuar fitne, duke dashur që të bëjnë huti dhe devijim, edhe duke kërkuar komentimin e tyre. Pra fjala ta'wil, sigurisht e keni dëgjuar shumë herë. A diti ku çka do thot ta'wil? Besoj që e dini. Ka dy kuptime. Do të thënë është një kuptim është shpjegim, si tefsir. Do të thënë fjala ta'wil do thot tefsir, pra shpjegim. Edhe kjo është ajo që ka mund, do të thënë nxiten njerëzit që ta mësojnë, që ta dinë shpjegimin e ajeteve dhe haditheve. Duhet besimtari të përpiqet që të mësoj sa më shumë, do të thënë për shpjegimin e ajeteve dhe haditheve. Por ka edhe ta'wil që do thot përfundimi. Do të thënë si është fundi përfundimtar apo final i një çështje. Si është në ajetin të historia e Jusufit alayhi salatu wassalam, kur kanë ardhur, do të thënë prindët e tij dhe 11 vëllezërit dhe janë përulur Jusufit alayhi salam, ka thënë hadha ta'wilu ru'yai. Do të thënë ky është ta'wili i ëndrësime. Do të thënë që është u zbatu. Do të thënë ajo që ma ka shpallur Allahu në ëndër, erdhi, do të thënë përfundimisht u zbatua. Këtë përfundim thot nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë derisa të ndodh. Edhe përfundimi i ajeteve dhe haditheve, ose përfundimi i diturisë për cilësitë e Allahut, ose për xhenetin dhe xhehenemin, gjitha ato janë në diturinë e ghaibit. Shumë prej tyre do të zbulohen njerëzve pas ditës kiametit. Do të thënë në ahiret do të zbulohen për njerëzit. Mirëpo tani ta'wilin e tyre nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ata që janë të thelluar në dituri, prandaj ka dy mënyra të leximit në këtë ajet. Kanë thënë disa që duhet lexohet wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilm. Do të thënë ta'wilin e tij nuk e di askush përveç Allahut dhe dietar të thelluar në dituri. Kjo është për kuptimin, për domethënien e tefsirit. Do të thënë për shpjegim. Allahu ka dhënë dituri njerëzve që t'i kuptojnë fjalët e Allahut. Nuk edhe një herë e përsërisim se nuk ka prej fjalëve të Allahut diçka që s'mund ta kuptojë askush. Patjetër se atë që ka shpallur Allahu është dituri e qartë që e kuptojnë njerëzit, përndryshe nuk do të kishte qenë udhëzim nëse nuk e kupton askush. Por përfundimin, do të thënë realitetin e cilësive të Allahut, kush e di përveç se Allahu subhanahu wa taala. Dhe përfundimin e veprave për cilat ka urdhëruar Allahu ose ato që kanë ndaluar për xhenetin dhe xhehenemin, nuk e di realitetin e tyre ose përfundimin e sakt askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë këta njerëz që i ka përmendur Allahu, njerëz të devijimit, i përmendin ajetet mutashabih dhe kërkojnë ta dinë realitetin, atëherë janë të qortuar. Do të thënë nëse duan ta dinë si është cilësia e Allahut për shembull, ose duan ta dinë përfundimin e këtyre çështjeve, atëherë janë të qortuar. Por nëse është qëllimi për shpjegimin, do të thënë është pretendimi i tyre. Do të thënë Allahu thotë ata duan fitne, edhe pretendojnë se duan shpjegim. Realiteti është që ata nuk duan shpjegim të vërtet, po duan vetëm fitne, turbullira dhe huti, të fusin njerëzit te njerëzit huti. Prandaj ka thënë realitetin nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Por hadithi
qëllimi, do të thënë pjesën e hadithit që e ka përmendur autori rahimahullah është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ti shohësh këta njerëz, ta di se këta e kanë këtë cilësi që i ka emërtuar Allahu, do të thënë që janë të devijuar. Dhe si është përgjigjja e pejgamberit sallallahu ose si është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Fahdharuhum, pra ruhuni prej tyre. Ruhuni nuk ka thënë shkoni debatoni me ta, as shkoni dëgjoni ata dhe merreni të mirën, lëreni të keqen, po ka thënë ruhuni prej tyre. Kjo është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne punojmë me këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me parimet e Adnan Arhurit ose hizbive që vazhdimisht thonë se nuk lejohet të flisni për hoxhallar, nuk është, domethënë duhet të gjithë të keni respekt për të gjithë, devijume, të udhëzume me ata që sjellin fitnë e kështu me radhë. Jo, ne marrim fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i dëgjojmë ata që duan të sjellin huti me argumente jo të sakta, do të thënë ajeti është i saktë, mirë po përdorimi e atij argumenti është i pasakt, atëherë ne themi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të ruhemi dhe të largohemi prej tyre dhe jo diçka tjetër. Këto hadithe tregojnë rëndësinë e diturisë, mësimit të udhëzimit dhe mënyrën, cila është rruga për të mësuar. Rruga është që ta marrim diturinë nga burimet e sakta, duke e ndërtuar diturinë mbi baza. Do të thënë e marrim një herë bazën, pastaj mbi të ndërtohet. Edhe kështu bëhet e qartë çdo gjë. Përndryshe, kur njeriu e kalon bazat edhe merret vetëm me çështje të paqarta, atëherë do të jetë gjithmonë në huti dhe nuk ka dituri, nuk ka përfituar prej kësaj diturie që e ka krahasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shiu, nuk ka përfituar prej asaj diturie dhe nuk i bën dobi as në dunja dhe në ahiret. Prandaj në pyetjet e varrit thot, i kam dëgjuar njerëzit thonë diçka dhe un kam thënë. Pra nuk e di kuptimin e saktë të fesë, nuk e di çka do thotë që Allahu është Zoti im, sepse kemi thënë, pra thotë Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka thënë fjala Zot dhe fjala Perëndi ose Rabb dhe Ilah janë prej fjalëve që kur përmenden në një vend kanë kuptime ndryshme dhe kur përmenden veç e veç kanë kuptimin e njëjtë. Do të thënë këtu në këtë pyetje të varrit kur i thuhet kush është Zoti yt, do të thënë kush është i adhuruari yt, cili është ai që ti e ke adhuruar. Edhe besimtari që ka vdekur me tauhid, që i ka njohur argumentet e tauhidit, thot Zoti im, do të thënë i adhuruari im është Allahu. Edhe ai që ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, emrin e tij, preardhjen e tij, ku ka lindur, ku është shpërngulur, cila ka qenë rruga dhe thirrja e tij sallallahu alaihi wasallam. A njeri thot, do të thënë Muhamedi është i dërguari i Allahut, na ka sjell argumente dhe qartësi dhe udhëzim. Do të thënë kjo është rruga e shpëtimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na japë kuptim të drejtë të fesë, diturit dobishme dhe vepra të pranuara. Allahu është dhuruesi i të gjitha mirësive. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الله يشكر لك.